Velia ne përgjuan deri ku Velia e komunikon. Dhe si ndjehet Veliaj, është i friksuar, është i mërzitur, është në grahmat e fundit të humbjes së shpresës dhe besimit për Ramën dhe bashkëpunëtorët që mban Rama sot, dhe duke e ditur se ai ka humbur të gjitha shpresat, deri ku të shkojë? Mund të flas, po thonim. Ai mund të flas, po edhe çfarë përgatitet për të folë, se fakti që ai përgatit. Po pra, ti po thuaj, thon shkurt dhe që ta kuptojnë ndjekësit. Ata e kanë përgjuar se mos Velia i shpëton goja, po e them kështu, edhe flet ndonjë gjë dhe ata duan ta kenë në kontroll, a është kështu? Ata kishin dini. A është ky thelbi? Po, Veliaj e para do të bënte përpjekjet maksimale për të ngritur skenare për të mbrojtur veten, dhe në fund fare do të afrojë bashkëpunimin me organet e drejtësisë, sepse në fund të fundit çdo person që nuk sheh ma shpresë, se Velia juridikisht është i paformuar, rezistencë për të përballur me regjimin e burgut nuk ka, sepse nuk është ndonjëri i sprovuar në vështirësi. Velia punën e parë që ka bërë deputet, pastaj ministër, pastaj kryetar bashkie. Tani për mos tumbur kohë, shkojmë pak tek SPAK-u. Pjesa e hakerimit, tentativës për të ndërhyrë tek emailët e 3 prokurorëve, tentativa edhe për tek vetë Altin Dumani, por e pamundur, pa rezultat. Ka shumë nga ata që thonë gjitha këto janë bërë nga brenda, kush shihet pas tyre, çfarë ndodhi realisht në SPAK? Meqense ne duhet të flasim për opinionin publik gjërat më afër të vërtetës, sepse e vërteta nuk mund të pranohet që është gjithmonë më afër meja, më afër jush, por ne duhet në perceptimin individual duhet pranojmë që hakerimi është bërë nga jashtë. A ka dorë ndonjë nga brenda? Unë them po, unë personalisht them që dikush do e ketë lënë një dritare hapur. Pra, ka një bashkëpunim. Po. Pse them ka bashkëpunim? Fakti që SPAK-u deri në këto ditë që po flasim ne, nuk ka bërë publike. Madje edhe për policinë e shtetit, deri para 5 ditësh nuk ka pas treguar se pse u arrestuan këto 2 personat. Madje kur janë arrestuar, policisë nuk i ka treguar fare për arsye dhe çfarë çështje penale kishte. Po. Madje një zyrtar i lartë i shtetit është në kërkim. Sipas mejes, informacionet që kam unë është në kërkim, një ish zyrtar shumë i lartë i shtetit është në kërkim. Po disa ish zyrtar shumë të lartë të shtetit nuk ndjehen fare dhe ato me sa di unë një ish sekretari i përgjithshëm nuk është në Shqipëri. E ka lënë Shqipërinë. Ish sekretari i përgjithshëm? Po. Po. Një ish sekretar tjetër që është akoma sekretar dikun nuk ndihet fare. Nuk ndihet fare, pra nuk thot edhe po edhe jo dhe nuk është prononcuar, ose nuk i ka dhënë leje partia dhe qeveria për të prononcuar, pra s'ka si prononcim. Kjo tregon që ushtria e atyre që kanë humbur shpresat për të patur besim më tek qeveria dhe Partia Socialiste janë të angazhuar dhe të bashkuar për ta filluar luftën e përplasjes së madhe midis dy kampave në Partinë Socialiste. Në pikpamje tjetër duhet bim dakord unë dhe ju që sipas informacioneve, po edhe sipas hamendjes time, që hakerimi është bërë për 2 qëllime. Një për t'i bërë presion dhe shantazh prokurorëve të SPAK-ut, dhe një për t'i bërë presion politikës, për t'i bërë presion qeverisë, për ta shantazhuar qeverinë që ne nuk kemi vdekur. Ne jemi larguar i qik nga ju, po vdekur nuk kemi. Jemi gjallë, kemi ushtri, kemi ekspert, tajtis, kemi ish zyrtar që kanë një ushtri me vete, dhe për mendimin tim ato kanë shfrytzuar. Unë paktën e kam të provuar që një pjesë të jo të gjithë prokurorët janë në zbatim të kushtetutës dhe ligjit. Ka prokurorë në SPAK që po t'ju lësh dorë të lirë, i nxjerrin dosjet edhe i derdhin tek sheshi para bashkisë. Dhe prandaj them që ka disa prokurorë dhe ndonjë oficer të BK-s që
mund të kenë bashkëpunuar me këtë grupin e mërzitur të piramidës qeverisë dhe duke bashkëpunuar kanë arritur për të përgëzuar në SPAK-u që në një kohë rekord sapo u dha alarmi në kompjuterat e prokurorëve ose në hyrje të kompjuterit të kreut të SPAK-ut, veproi me shpejtësi dhe identifikoi gjurmën nga ishte bërë ndërhyrja. Dhe ndaj arrestoi këto dy persona. Por, duke ndjekur aludimin që zyrtari Gjonaj dhe zyrtari Rokaj ishin persona jo kompetent dhe jo njohës të mirë të IT-s, deri në zotrimin e aftësive për të hakeruar, ata e mbyllën këto dy dhe vazhduan më lart dhe shkuan tek persona që unë thash që ato janë në kërkim. Dhe tashmë SPAK-u duhet të nxitojë për dy arsye. E para kjo çështje të shkojë deri në fund, deri ku është i lidhur zinxhiri dhe kush fshihet profesionistët që kanë bërë hakerimin real në adresat e këtyre dy personave që ndodhen të arrestuar dhe kush është regjizori ose kush janë regjizorët, se mund të ketë disa regjizorë. E para. E dyta është një alarm për SPAK-un, prokurorët e SPAK-ut që kanë çështje sensitive në hetim të rëndësishme për zyrtarët e lartë shtetit, kryesisht ish ministra dhe ministra që janë aktualisht, e për cilën ka shumë të dhëna se ka jo një çështje, po disa çështje të rënda që kanë të bëjnë me korrupsionin, por kanë të bëjnë edhe me krimin kundër jetës personave, lidhje me grupet kriminale të rrezikshme në Shqipëri, me organizatat kriminale. Prokurorët tashmë duhet të punojnë me 3 turna, jo me 2. Me 3 turna për të mbyllur hetimet, për t'i quar në gjykat, edhe e pse jo të detyrojmë parlamentin të mlidhen në një seancë plenare të jashtëzakonshme për të hequr 1, 2, 3 apo 7 imunitete dhe për t'i arrestuar njerëzit, sepse vetëm atëherë bjen qetësi SPAK-u, po bjen qetësi besoj edhe lufta ose zbehet sadopak lufta midis dy kampeve brenda Partisë Socialiste. Sepse ata hakerusit dhe regjizorët e hakerimit nuk do ta ndalojnë këtë luftë këtu, derisa të drejtësia e re të përpi edhe ata pjesë të cilët janë të preferuarit e bablokut. Sipas meje gjithmonë. Të komentojmë pak riardhjen e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë SPAK-ut, shumë e komentuar, pasi u aludua në fillim që Amerika e ka braktisur SPAK-un, institucionet e drejtësisë së re, etj. Çfarë do të thotë riardhja e ekspertëve amerikan pranë SPAK-ut? Fuqishëm janë atashuar tashmë edhe europianët. Çfarë pritet? Më falni, unë nuk jam në gjendje të riprodhoj 100% të bisedës që kemi bërë bashkë para 3 muajsh këtu. Shumë se. Vitin e kaluar, pam. Po ndoshta edhe në një studio tjetër. Unë kam qenë protagonist, e para e kam mbështetur SPAK-un pa rezerva dhe kam qenë optimist që drejtësia e re do ta thotë një fjalë ndryshe dhe faktikisht e ka thënë, sepse është ngjitur në lartësinë e goditjes të autorësisë së krimit organizuar dhe organizatave kriminale dhe sidomos krimit dhe korrupsionit në zyrtarët e lartë. Dhe kam arsye ta ushqej shpresën se do përmirësohet akoma më shumë. Po kështu kam qenë i bindur dhe e kam shprehur në ato orët e para që pasi u njoha me disa materiale të rëndësishme, jam deklaruar dhe pozicionuar që specialistët e FBI-t nuk e kanë braktisur SPAK-un. Por fakti që presidenti i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës nxorri një dekret për fondet federale, të cilat nuk shpërdoroshin vetëm në Shqipëri, ishin mos gabojmë rreth në gjithë botën, 64 miliard euro në gjithë botën dhe investoheshin jo vetëm tek organet e drejtësisë, po për Shqipërinë ishin 35 institucione. Dim shumë mirë listën, bile e disponoj listën, që përfitonin nga fondet federale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Por që nuk e justifikonte asnjë nga institucionet, me përjashtim SPAK-ut, sepse vetëm SPAK-u kishte bërë një punë të shkëlqyer dhe kishte një besueshmëri në opinionin publik, 73% mos gabohem. Po. Ndërkohë që në raportin e Institutit Republikan Amerikan, përqindja shkonte 76%. E kam lexuar atë raportin dhe e mbaj mend shumë mirë atë përqindje 76%. Dhe në kështu kisha një bindje absolute që pas 90 ditësh, siç e kanë ata
praktikën e punës, do të riktheheshin përsëri. Dhe u rikthyen në fakt. U rikthyen pikërisht atëherë kur duhi dhe në ndjenin time SPAK-u 34 institucione tjera të qeverisë shqiptare nuk do të marrin fonde, por SPAK-u do t'i marrë 10 fish ose më shumë. Dhe amerikanët dhe evropianët do të jenë shumë më afër SPAK-ut, por thënë ndryshe që shumë më afër shtëpisë që kanë ngritur vetë amerikanët dhe evropianët, se SPAK-un po t'ishte për politikanët tanë edhe majtas edhe djathas, në mjes thonë do ta shkrim, ndark thonë jo po do ta përmirësojmë, do ta rregullojmë, nuk do ta shkrim, po do ta përmirësojmë. Sa herë godet djathas SPAK-u quhet opozita dhe thotë që SPAK-u duhet shkrirë nga themelët, sa herë godet majtas, kryeministri i bie me grusht tavolinës, me grusht kokës, tani do i bjerë murit me kokë, sepse realisht as ato të majtët, as djathas nuk mund të shkrinë SPAK-un, sepse amerikanët janë kthyer. Unë kam një informacion, të paktën që këtë do ta ndaj me ju dhe me opinionin publik, që ekspertët e FBI-t kanë ardhur në Shqipëri pranë SPAK-ut dhe do të thellojnë hetimet lidhur me çështjen me Gonigal. Që do të thotë që SPAK mund të shkojë deri te kryeministri? Që SPAK-u duhet të shkojë deri te kryeministri. Kjo pas 11 majit apo? Po, s'ka kohë të përcaktuar. Shiko, hetimet nuk kanë kohë të përcaktuar. Qeveria, ekzekutivi gjithmonë thotë programe 100 ditë, thotë në 100 ditë do të bëjmë këta. Fusim mashtrimin e hap populli, do bëjmë këta. Mbamen kryeministri që thotë më lepni tepsin vetëm. Pastaj thotë më jepni timorin, pastaj thotë unë do t'u jap pasaportën e do të çoj në Evropë, por këto janë programe të qeverisë.